Ekziston edhe ligji për mosnjohjen për përdhosje, mosnjohjen e simboleve tona kombëtare, gjë që të cilën lëvizja vetëvendosje e ka bërë në vazhdimsi derisa ka ardhur në pushtet. Ka bërë në vazhdimsi dhe shteti ka për detyrë që çdo kush që shkel ligjin në Kosovë ta ndjek sipas procedurës. Kjo është e rëndësishme. E rëndësishme është që ata të vendosen në mënyrë demokratike. Kosova të demonstroj se është një vend i cili respekton demokracinë, respekton vullnetin politik të banorëve të saj, të respekton atë që është e shkruar në kushtetutë, asgjë më pak, asgjë më tepër. Kjo është e rëndësishme. Pastaj, ato që ndodhin në vazhdimsi, le t'i mbeten prokurorisë, gjykatës, policisë, AKI-s, le t'i mbeten që ata ta vazhdojnë punën. Mirë po, sipas informacioneve që unë kam, di që serbët do të gjejnë pretekst për t'u largu nga institucionet. Do të gjejnë pretekst, kjo është si them, është dëshirë elektorale edhe e Vučićit, si duket edhe në Kosovë ku mendon dikuj që problemi atje të jetë pezull. Ju dini që rrethonat edhe politikisht edhe në pikpamje sigurisë të krijojnë mundësi për agravim të situata atje. Të shohim grindje me retorik nacionaliste, apo? Serbët do të gjejnë pretekstin legal që mos t'i braktisin institucionet demokratike. Do të gjejnë një pretekst legal të cilin një farë forme bashkia ndërkombëtare do t'ja shënoj si plus. Do thot që ne dolëm në zgjedhje, fituam në zgjedhje, mi për janë shqiptarët ata të cilët nuk po na lejojnë zhvillimin e demokracisë dhe të administrimit me pushtetin vendor. Ata do të, në këtë klinjë të krijuar, do ta gjejnë një pretekst për t'i refuzuar pozitat që ju takojnë. Faktikisht edhe sipas kushtetutës, po edhe sipas vendimeve që tani KQZ-i ka marrë. Aktualisht, ju po ngrenit dilema, po aludoni që situata tashme në veri mund të përdoret edhe për platforma elektorale si këtu si në Serbi, zoti Kakazi? E gjitha kjo që po ndodh për qëllime elektorale, për arsye të thjesht se tani më është e konfirmuar edhe propozimi i paradokoshëm për një ligj që do të miraton Kongresi Amerikan se kufijtë në Ballkan janë të përfunduar për faktin se e gjithë ajo që pretendojnë serbët dhe gjithë ajo që pretendojmë ne është me një farë forme e përfunduar, e vetmja detyrë që ju mbetet politikanëve në Kosovë, aty në Serbi është zhvillimi i demokracisë dhe zhvillimi ekonomik i dy vendeve, normalizimi i marrëdhënieve, këtë detyrë kanë.